Të lëshkues të zërit e diasporës, tash kam kënaqësinë të prezantoj edhe Xhevat Muça, i cili është pronar i Muça Solar apo sistemit solar të energjisë. Zotri Muça, të falenderoj shumë për kohën, si e përjetove, si e pa takimin e rrjetit apo konferencën e rrjetit global të bizniseve. Faleminderit juve që po na jepni mundësi përmes valve tuaja që ne të dojmë eksperiencën tonë dhe të tregojmë ato që çfarë ndodhi sot. Për mua është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe të marr pjesë në këtë rrjet të bizneseve, nuk është hera parë, por është hera e disa. Dhe interesante është që secilin herë është më mirë se herën tjetër, ku sot e kuptuam që janë këtu mbi 18 shtete të botës. Dhe imagjino tash 18 shtete kemi me një sallë ku ne mrena ditës kena mundësi me taku 18 lloj të bizneseve në të shteteve të ndryshme. Kjo është një kënaqësi e jashtëzakonshme, por këtë e ka bërë vetëm rrjeti i bizneseve, ku ne jemi shumë mirënjohës për këtë punë dhe për kushtimin që ka bërë për neve. Natyrisht ju jeni edhe sponsor e njëri prej sponsorëve të këtij takimit, ju përgëzoj. Po, me kënaqësi e kemi bërë këtë punë, për shkak se çdo event i ka kostot e veta dhe normal që jemi edhe ne sponsor dhe kjo është kënaqësia jonë që ne të kemi mundësi të sponsorojmë spoti këto evente ku është për të mirën e Kosovës, për ekonominë e Kosovës, për të rritë e Kosovës, për të ardhmen e Kosovës. Unë jam vetë një njeri i cili jam rritë në Zvicër dhe kam shu Zvicër me pas lufte dhe me kënaqësi më të madhe sot kam një biznes i cili është brand tani, kemi një biznes ku përmes biznesit tim kena mundësinë inxhinierat, domethënë apo studentat që janë para diplomimit dinë bëjnë praktikë tek ne dhe nxënësat që në shkollë teknike vinë marrin zanat tek ne 3 vite rënë, do thotë ne e kemi një strukturë kur tash po mundohemi të funksionojmë ashtu siç funksionohet sot në Zvicër, Gjermani, Austri. Do thotë atë ligj apo atë mënyrë të punës e kemi sjellë në Kosovë dhe kjo është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe, po mundohemi që Kosovës tonë t'i ofrojmë gjërat më të mira të mundshme që sot i ka tregu evropian. Do me thonë keni arrit deri tani përveç që të prodhoni standard, gjatë procesit të punës keni kriju standard ku mësojnë të rritë, njëkohësisht keni çështjet e sigurive, certifikimeve e gjitha tjerave. Po, ne kemi pas para, domethënë 6 muaj që shkuan, ne kemi pas një inxhinier që na ka ardhur nga Müncheni dhe ka qenë për ne kënaqësi e madhe që po vjen dikush nga Gjermania, po kryen praktikë në Kosovë dhe po kthehet përsëri në Gjermani dhe po i merr në Kosovë, domethënë punën tonë, e curit tona që kemi po për vite dhe po eksperiencën tonë dhe po e dërgojnë në Gjermani. Kemi pas para kësaj një student që ka ardhur nga Franca dhe kjo është një diçka jashtëzakonshme që ne kemi arritur si kompani që tash kanë mundësi të ri me ushtru praktikën e këtyre edhe në Kosovë në nivelet e tyre ku ata tani postojnë. Zotri Muça, përveç sqarime që i bane, na tregon pak a shumë si e pa prezencën e partive politike apo përfaqësues të partive politike në Perulse që për herë të parë mu dok që u dokën pak më të arsyeshëm në paraqitjen e tyre dhe gjithmonë duke e përshëndet njëra tjetrin, tu marr parasysh që është periudha e garave politike. Ne derisa po flasim për biznes, neve biznes nuk na interesojnë shumë partitë politike, por edhe pse kanë efekte kjo. E kanë efektin e vet. Jashtëzakonisht ishte kënaqësi që e patëm ministration këtu, domethënë që mor pjesë. Hera tjera mund do që kanë herë nuk marrin pjesë fare dhe nuk japin shumë rëndësi këtij sektorit, ku ne e dim fort mirë që shteti i Kosovës është një shtet shumë i vogël dhe ka nevojë jashtëzakonisht të madh të bashkëpunojë me bizneset e Kosovës, sepse gjeneratori kryesor i Kosovës jemi ne bizneset, gjeneratori kryesor i Kosovës jemi ne mërgata që i kemi lëshu Zvicrën, dikush tjetër këtu e ka lëshu Gjermaninë apo një shtet tjetër, ka ardhur dhe e ka pru edhe po investon në Kosovë. Kjo është aja që i duhet Kosovës, por do të me pas kujdes politika me pas politika aq të mira që me ofru biznes që ata të kenë mundësi të ushtrojnë veprimtaritë e tyre në Kosovë, që të kenë infrastrukturë, domethënë që të kemi zona industriale ku nëse një biznes do me ardhur sot me investu këtu me pas një parcel ku ai mundet me investu dhe jo një biznes vjen në Kosovë ta blej parcelën, ta blej ato, ta blej këto dhe akoma pa u fut me investu
në prodhimin e tyre kanë shku disa milionerë dhe atëherë mundet me pas sukses. Kjo është ajo që politika jonë do të më na ofron neve infrastrukturë për të bërë biznes, një gjë që sot nuk po ekziston në Kosovë. Kthehemi prap tek biznesi juaj, sistemi solar. Sistemi solar e instaloni ju në për gjithë Kosovën, e prodhoni, apo keni mundësi për me prodhuar mjaft sa kërkon tregu? Ne nuk prodhojmë solar, ne importojmë nga Austria, Gjermania, Zvicra, do të thotë ne jemi importues nga Bashkia Evropiane I pllakave solare, po. Në Kosovë, por ne bëjmë projektet, implementojmë projektet dhe i mbikëqyrë me ato, ndër vite, sepse panelet kanë garancion 30 vjet dhe ne duhet të kem kujdes para klienteles tonë që ato që e flasim, ato që e nënshkruajmë në letër, që ata të kanë edhe në vepër, ndërsa ka nevojë për një garancion të tillë që ne të jemi të përgjithshëm para klienteles tonë. Klienteli juaj është sektori privat, apo ai shtetëror, apo është i kombinuar? Ne kemi sektori privat, kemi sektorin e bizneseve shumë, domethënë kemi jashtëzakonisht sektor. Domethënë ka kërkesa të sektorit biznesit për diçka të tillë. Kërkesa është jashtëzakonisht e madhe, vetë fakti që ne futëm në liberalizimin e tregut elektroenergjetik, ku ajo për bizneset, për disa bizneset nuk ka qenë e pavojshme, për shkak se kosto e faturës ka qenë të dikush 100% më shtrejt, dhe aja ka bërë që bizneset të mendojnë seriozisht për të investuar në sektorin solar, sepse ata në momentet kur investojnë në sektorin solar kanë dy pika shumë kryesore. Në një e mbrojnë xhepin e tyre, sepse faturat i minusojnë domethënë maksimalisht, si dhe ata e kanë mundësinë me mbrojt edhe ambientin pa panele fotovoltaike, edhe këto përveç kësaj, këto dy pika që i përmenda, që është shumë e rëndësishme se me një investim të tillë ne po e lirojmë rrjetin elektroenergjetik, në rast se ne kemi një megawatt po më në shembull Sky të Kosovës, dhe imagjino tash për sa lirohet rrjeti që e transporton energjinë elektrike deri te ajo pikë. Domthonë, po shumë faktorë që janë, por të gjithë faktorë janë faktorë pozitiv që e ndihmojnë biznesin, e ndihmojnë rrjetin, e ndihmojnë Kosovën, por në fund fare e ndihmojnë xhepin e konsumatorit direkt. Edhe natyrisht ambientin që është një punë jashtëzakonshme. Absolut, e thashë më herë që ambientin. Pikërisht. Ku keni të shtrirë dikun edhe jashtë Kosovë, apo vetëm Kosovë njëherë për njerë jeni të? Ne jemi edhe në Shqipëri, jo atë sa duhet, jo kënaqshëm. Nuk i di pse, arsyen ne kemi zyrën tonë kemi pas në Shqipëri para 12 vite, jemi të hek, por përsëri kemi bërë para 2 vite edhe një e kemi provuar edhe një herë, por ja që nuk po na ecë, por ne në Shqipëri zakonisht operojmë prej Kosovës, në rast se marrim një projekt prej ku shkojmë e implementojmë dhe kthehemi prap, por ideja jonë ka qenë që të kemi një pikë, domethënë edhe në mucha solar kompani në Shqipëri, por ja që nuk na ka ecë ashtu siç kemi menduar ne, por jemi të kënaqur në Kosovë, por ne ç'a bëjmë është prej Kosovës ne pasi që ne kompani që përfaqësojmë, ne shesim në shumicë dhe kemi tregun edhe të Shqipërisë, që domethënë kemi partnerë tonë që vinë prej Shqipërisë, blejnë produktet tona dhe i plasojnë në objektet tyre apo në projektet tyre. Në çfarë forme kishi konsideruar tregun britanez shkurt fare? Këtu nuk mund të përgjigjem fare për shkak se është problematik për mushtri. Britania për momentin na ka vendosur një mur jashtëzakonisht madh, për shkak se çdo qytetar i Kosovës i duhet vizë për me udhëtuar në Britani. Po ju e dini që është një numër i madh i shqiptarëve që sidomos ata që mirën me pllaka solare. Domethënë, unë mund të flas për çdo shtet të Europës, por në këtë rast nuk isha më për Britani, për shkak se nuk kam asnjë kontakt me asnjë biznes, dhe kjo është e mira e këtij takimi, që fal këtij takimit mund do që nga sot që ne ta kemi një pikë nisje edhe me kompani që vinë nga Britania, në rast se më lejohet përmes rrjetit tuaj ju bëj thirrje që dhe të na kontaktojnë, që të ulemi, të bisedojmë dhe të nismi një lidhje të jemi mes Kosovës dhe Britanisë, pse mos të kemi ndoshta edhe në projekt nëse mund të kryejmë në Britani, apo në kompani e Britanisë në të jenë bashkëpunim me neve të kryejmë një projekt së bashku në Kosovë. Natyrisht, një ndër kontaktet që ke drejt për drejt këtë tani tu fol me mua se kam rrjet begi të fuqishëm Britani të madhe, po qoftë edhe Busja, siç na prezantoi, kështu që unë të sugjeroj që konsidero tregun britanez
për arsye se sistemi i taksave mes Britanisë dhe Kosovës është i liruar falë marrëveshjes së Britanisë Madhe me Kosovën për ta ndihmuar Kosovën në zhvillimin ekonomik. Se dia jeni të ngjarë këtë Po, çështje. jemi ngjarë në këtë pikë, Kështu kjo që- është një sheh shumë i mirë, kështu që e thash edhe më herët. Mungesa pa e lërgjetit vizës juaj, keni njerëz mjaftuar shumë. Pa lërgjetit ty, ndoshta nga ky moment mund të kemi një apo dy apo më shumë biznese ku janë të interesuar me bashkëpunimin me neve, edhe pse jo edhe na të shtrimi edhe në Britani. Të uroj për suksesin, për punën edhe për kushtimin ndaj Kosovës. Faleminderit juve për mundësinë që na dhat. Faleminderit që Nga si gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit.